Unë jam Emsal Beqiri, jena 5 antar, unë e burreve 3 fëmija, jetojmë në kushte jo të mira, jena vesh me një social, me 150 euro, që 9 vjetë jena qëto. Kjo ka qenë migjës vjerit, po aji s'ka po atje, mëse ndeja u ka falën këtyne. Po kjo shtëpi është ndërtume për mi 45 vjetë, është shumë e vjetër, nuk i ka kushtet e mira për me jetu. Vajzën para disa mujve ma ka hangër mine, ka qenë një ovdetën infektiv. Djalin e dyteve ato e kam të përvlum në dorë, është djek me ujtë valë. Djalin e madhe kam prej lindjes me 2 vrimave me një ushtim në zemër. Edhe kush ka mundësi, ka familjar, po me ushqim, me gjona tjera. Ama ne jem mas keshti për një shpi. Tokën e kemi, po kush kish par mundësi, më ndihmu vesh për një shpi. Të kënë nuk është më për me jetu. Më shumë e vjetër e ndërtume, për mi 45 vjetë. Të na unë të më vogë, ftoft. Kush kish mundësi, ju kish alut vesh, më ndihmu vesh për një shpi që ta fëmijët i qesën selamet. Për që ta fëmijë mas shumëti. Se për vesh mbothje, për veshje, për ushqim ma nuk po jekum, qash mas rëndësia vesh për një shpi. Këtë familje ke musafir sot në studio, e ftojnë për marë. Mirë se ke ardhur. Emsale, Emsale Beqiri. Nga cili fshati Vushtrisë? Krashtica. Krashtica. A Krashtica. A Krashtica. Sa antar të familjes? Jemi 5 antar, unë e burreve 3 fëmija. Okej, a punon në isën burë? Vetëm kur të thirë dikosh kështu, privat. Na kallëzo pak jetën tonë në Emsale. Hipoteve po me të bacalin, unë jetojnë kushte shumë trona, për ushqim, për vesh mbothje nuk heko, se më ndihmoj, neve ka familja burrit, neve ka familja, po që ka jem mas keshti për një shpi, gjallin e madhe kam të shmur për zemrës. Sa vjeqar? 8 vjeqar është. 8, gjallin madhe? Po, gjallin e dyte kam, krejt e ka dorën e majtë përvlume, që është i djegun me ujë. Vajzën një mush kur i ka partë, ma ka hangër mine. Shumë keqëm. Shpia që e pam që ishte kushte trona, është e juja, ja? Ajo shpi ka qenë migjës të vjerit, po ja ka falë, mësë ndë jena hinë aty, ajo është për mbi 45 vjetë ndërtume, aty më nuk është përbane. Qysh po mundesh me e osiguru i laqin djalit? Tha është i smut me zemër, sigurisht e qënë? është, i ka 2 vrimave një ushtim, po nuk është kështu me terapia. Ka lind që ashtu apo? Po, ka lind. Okej. Social, sa merë social? 150 euro. Me 150 euro. Jetoni 5 antar. Po. Apo mundi me dalë balë? Po duhet të qysh. Po duhet. E djali pse i djegur, kur është djegur? Kur ka por 2 vjetë, që 2 vjetë të gjysë është i djegon, krejt është në dorë. E vajza vogël është më mirë tash? Po, ma mirë është. Më mirë. Po. A ka dikush janë gjatë dorën përveç familjarëve t'ju? Po, është edhe
shoqata e Kryqit Koq, i falenderona shumë për me mundësit e tyne, kur nuk më dojnë me he keq. E në komuna ke bo kërkes për shtëpi? A ke bo kërkes në komunën e Vështres për ndërtimin e shtëpisë? Mësale, a ke bo kërkes në komunën e Vështres? Kom bo, pas që po morim parasysh. As sociali kur nuk vjen me na këqyrë ku po jetojmë. Pse e ka që mërzitur? Shpresën e fundit e kam pës të Allahove të te. Ti po bosh me shtëpi të reja, mëse. Faleminderit. Përhaj. Shumë faleminderit. E ke prit këtë lajmë se da jo? Jo. Po bosh me shtëpi. Faleminderit shumë. Kemi adha lajme në familjes kështu. Me kënë jesët? Me djalin. Me djalin? Po. Mirë. E vaj ka shumë dëshirë me të përqafu një herë. Hajde, ku është djali? Mashallah. Përhaj. E gëzorë që shpinë e rejë.